Halloween, kur frika bëhet fest dhe errësira bëhet mod. Çdo fund tetori, bota vesh një fytyrë tjetër. Dritat zbehen, fytyrat mbulohen me maska, fëmijët vishen si fantazma, rrugët si varreza. Qirinj, skelete, gjak artificial, demon e njerëzit buzëqeshin. Quhet Halloween, një fest që shumë e quajnë argëtuese, por rrënjët e saj janë shumë më të herta. Origjina e errët, festa e shpirtrave dhe e shejtanit. Halloweeni nuk lindi si lojë për fëmijë. Ajo u krijua para mijëra vitesh nga keltët në zonat e sotme të Irlandës dhe Skocisë, si një ritual pagano-fetar i quajtur Samhain. Në këtë natë, besohej se vija mes botës së të gjallëve dhe botës së të vdekurve hapej, dhe se shpirtrave këqij endeshin në tokë. Njerëzit ndiznin zjarre për t'i larguar demonët, vishnin maska për t'u fshehur prej tyre dhe sillnin ushqime para shtëpive për t'i kënaqur. Në thelb, kjo ishte festa e frikës, e errësirës dhe e shejtanit, ku e keqja adhurohej me shpresin që të mos bënte dëm. Shekuj më vonë, kjo fest u përzien me kalendarin kishtar dhe u quajt All Hallows Eve, nata e të gjithë shenjtorëve. Por përmbajtja e saj nuk ndryshoi kurrë, ishte një mbrëmje për t'u kujtuar shpirtrat, errësirën dhe vdekjen. Në shekullin 20, kultura moderne e ktheu në lojë, por lojë mbi frikën, mbi demonët dhe mbi simbolikat e errësirës. Në shikim të parë, duket e padëmshme, një mbrëmje e gëzimit, fëmijë që mbledhin çokolata, maskat e frikshme që duken fan, por realiteti është ndryshe. Në vend që të shëroj frikën, Halloweeni e ushqen atë, e bën frikën normale, e bën dhunën zbavitje. Çdo vit, psikologët raportojnë raste të shumta të ankthit, traumës dhe pagjumësisë tek fëmijët pas kësaj feste. Në shumë vende perëndimore, qindra fëmijë shtrohen në spitale çdo vit për shkak të sulmeve të panikut, frikës ekstreme dhe traumës vizuale. Në raportin e Shoqatës Amerikane të Pediatrisë, AAP, thuhet se Halloweeni është periudha me rritjen më të lartë të rasteve të ankthit dhe çrregullimeve të gjumit tek fëmijët nën moshën 10 vjeç. Në disa raste, fëmijët që ekspozohen ndaj skenave të frikshme mund të përjetojnë fobi afatgjata ndaj errësirës dhe izolimit. Edhe tek të rriturit, ndikimi është real. Festat e frikës aktivizojnë hormonin e stresit, kortizolin, rrisin tensionin dhe krijojnë ndjesi të pavetdijshme paniku. Në vend që të sjellin relaks, krijojnë ankth të heshtur. Kur shpirti mësohet me imazhet e frikshme, e keqja fillon të duket normale. Fëmijët që e shohin frikën si lojë, nesër mund ta shohin dhunën si argëtim. Halloweeni i mëson njerëzit të qeshin me varret, të dekorojnë shtëpit me vdekje, të përkëdhelin demonët si personazhe komik. Dhe kështu, frika e vërtet, ajo që na kujton përkujtimin e Zotit dhe brishtësinë e jetës, zëvendësohet nga frika e rreme, nga një teatër që e zhvesht njeriun nga ndjeshmëria shpirtërore. Kur zemra mësohet me errësirën, ajo fillon të humbas ndjesinë ndaj dritës. Kur frika kthehet në zbavitje, reflektimi kthehet në lodër. Por feja jon nuk e njeh këtë lloj feste. Në Islam, vdekja nuk është fest, është përkujtim. Frika nuk është zbavitje, është kujtesë për krijuesin. Ne nuk adhurojmë as të vdekurit, as demonët, as forcat e errta. Ne besojmë se vetëm Allahu ka pushtet mbi jetën dhe vdekjen. Kurani thot: "Mos kini frikë prej tyre, por kini frikë prej meje, nëse jeni besimtar." Ali Imran, 175. Në vend që të ndezim qirinj në kunguj bosh, ne ndezim dritën e zemrës me dhikër. Në vend që të veshim maska për të fshehur nga frika, ne e kërkojmë mbrojtjen e Zotit me lutje. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kujtoni shpesh shkatërruesin e kënaqësive, vdekjen, jo për t'u trembur, por për t'u përulur, për t'u kuptuar se jeta është dhuratë, jo lojë." Në këtë mënyrë, Islami nuk e ndalon gëzimin, por e drejton atë drejt dritës, jo errësirës. Në vend të një nate frike, feja na jep net lutjeje, net paqeje, net mëshire. Në vend të maskave, na mëson të jemi vetvetja. Në vend të fantazmave, na mëson për mëshirën e Allahut mbi çdo shpirt. Të mos harrojmë, çdo njeri është përgjegjës për atë që i ushqen shpirtit të vet dhe fëmijëve të vet. Nëse mbjellim frikë, marrim ankth, nëse mbjellim dritë, marrim paqe. Kështu që, në vend që të festojmë frikën, le të festojmë mëshirën. Në vend të trembim fëmijët me errësirë, le të mësojmë që drita e besimit është mburoja më e fortë kundër çdo frike. Në fund, nuk është çështje kulture, por zgjedhje shpirtërore, të ndjekim atë që na frikson apo atë që na ndriçon. Dritat e kungujve shuhen çdo mëngjes, por drita që vjen nga Zoti nuk shuhet kurrë.
Prandaj, në vend të Halloweenit, zgjidh dritën që mbetet, dritën e zemrës që kujton atë që të krijoi.